Avsh na ka kollë ky farë peci. Ky ishi i rrezikshëm, ky dul spece ka stravecet tonë. Kur i tha Panduri, tha sot jam gjallë, tha, nuk shkoj ato, veç ngone. Ermal Panduri, po i përmend sërish mediumet, dua të lexoj edhe postimin e kolegut ton Ermal Panduri, ku thot se i dashur faton, jam i vetëdijshëm që je në këtë një veç i dashur ai nuk mundet më thon kur. Mirë, po lexoj ashtu siç e ka shkruar, sepse dua të jem korrekte edhe me zotin Panduri, sigurisht. Jam i vetëdijshëm që je në kërkim të një armiku. Ngo tjetrën. Çka di sa ti jam gjallë, nuk e lexoj asnjë postim Ermal Pandurit. Mirë, po unë dua të jem korrekte me kolegat. Jo, unë po ta respektoj ty korreksinë, duke dashur ju respektoj juve si medium. Ngone. Respektoj dhe korreksinë juaj që ju po e trajtoni ato si koleg me korreksion, po e them që nuk ka shanca unë me hub një sekond me lexu çka thot Ermal Panduri. Për shkak se unë një ato tash më shumë mirë. Por tash më çoj edhe lexon sa të jam, unë sa të kastim dhe po i them, unë sa të jam gjallë. Ngone. Politika, si jam politik, nuk e di. Po për aq kohë sa është Ermal Panduri edhe disa kriminalë në Debat Plus, unë nuk marr pjesë sa të jam gjallë as në televizionin Dugagjini e as në emisionin Debat Plus. Mirë, asnjëherë nuk shkoj. E tha shumë postimin e butë pas ka qenë. Shumë çeka në defensiv. Shumë i rrezikshëm ky. Shumë i rrezikshëm ky. Për besë, ngohet. Nuk e përjetoj si stolpi ti. Ngohet. Jo, për në me nuk, edhe një që është kjo ideja, pushteti, po i sëllman nga zorë, kur farë presione për ty në shni. Vesh edhe espi fatën pecën, nuk mujtë, shtu se si ka slim se rezistet rajtë. Ishta me vazhdu për shkak. Vish probleme është jo minister, se s'ka kur farë shqecimi qeter. Vetë qatë shqecime ka, që ka dry në pare të shtetit. Apinini kriminalat ka drynë pare të shtetit. Dhe më thonë, ta nuk jo së intereson puna shtetit, puna ekonomijës e popullit e njerit, këta intereson veç pare. Veç pare, se për me janë kriminela. Për me thonë që janë kriminela që ka thonë aj, kjo edhe vete fakton, veç ngone tash vazhdimin e kësaj videos, ngone që shthet e pranon vetë që jam kriminal. Veç ngone këtë farë lerimin të Panduri kjo është. Veç ngone. Halën e kam, si ka zë taksa që nga dojnë neve, po da e mërë fatën pesi me shëtim në atë audin e bardë. Se nuk po muj me trajtu, po du ka nërë, po thëmë, ka dalë mëse po shteti, po musulmane, kështu, po du mu dyshush më tut ka pak, s'po muj e mund, nuk po muj, që të me fatën pesi, nuk ki që shtu të shmiti Allah. A për e jasë me përjetoj si ka snema, s'po di. A një që ka tha? Tha asë nuk e përjetoj si kërsnema, s'kur gjo, fatën pecin. Po shka të deshta me thonë në juve se ne kriminal, si ky, si Ermal Panduri, kriminali e ka veç një emën. Kur nalësh, edhe me ndonë se një njeri si ky, që nuk i tutët Zotit, nuk i tutët as ligjit, nuk i tutët as njerit, ai përveç se kriminal tjetër sa nuk mundet me kam. Se emni kriminal vjen kur është një njeri që nuk e ka frikë as Zotin, as njerin, as ligjin, as shtetin. Dhe me thonë, ajo është gjithë shka, veç njeri nuk është. Dhe me thonë që është kriminal. Edhe ky e fakton me fjallët e veta, thëtë, mund nuk më frigon. Deri sa një njeri nuk ka frikë prej këtyne 3-4 senër, për mund që njeri është kriminal. Edhe pas ka pas drejt, fatën peci që ju ka thonë kriminela. Se kriminali ka veç një target, veç paret. Që shënit edhe vetë këtë lirim. Kriminalin që tha, mu tha, po më pengon, tha, veç që paret ata i kanë ndorë. Tha, për tjetër sens më pengon. Nuk tha shone, po tha, kë vetë, tha, veç paret, tha, që i kanë, tha, se për tjerat, mu nuk ma, boshes nuk ma nina, për ma nuk janë nina atina. Sa kriminali tjetër sens nuk dina, veç paret. Ai nuk nje zot, nuk nje njeri, nuk nje shtet, nuk nje qeveri, nuk nje minister, nuk nje gjykat. Kriminali është kriminal, për qatë punë një thojmë kriminal. Se nuk tutet për kërkuna. Saj më tutej nuk është kriminal, a është njeri normal.
kriminali nuk I tutet kërkuna. Po kriminali e ka një në kry që gjithçka që bën, ai është veç përpara. Po halal e koft pecit që ju ka thonë taman që do të me thonë këtyne farë zagarve ngone, edhe njëherë. Që I dashur Faton, thot. Veç I dashur ai nuk mundet më thon kur. Mirë, po lexoj ashtu siç e ka shkruar sepse dua të jem korrekte. U kry veç e dashur jo. Panduri sigurisht. Jam I vetëdijshëm që jeni në kërkim të një armik. Apo një. Çka di sa jam gjallë. Sot jam gjallë. Mirë, po unë dua të jem korrekte me kolegët. Jo, unë po ta respektoj ty korreksinë, duke dashur ju respektoj juve si medium, e duke dashur me respektoj dhe korreksinë juve që ju po e trajtoni, ato si koleg me korreksi, unë po e them që nuk ka shanca unë me hub një sekond me lexu çka thot Ermal Panduri. Për shkak se unë një ato tash më shumë mirë. Por tash më çoj edhe lexon sa të jam, e unë sa të çestim dhe po e them, unë sa të jam gjallë. A jam politika, as jam politik, nuk e di. Po E që të nalëm. Kër është një njeri që nuk më varet veç jetë atina për politikës, edhe mu më pëlqej fort. Unë pëlqej kur tha, sa t'jam gjallë, tha unë, tha nuk shkoj në ato debate kriminale që piqun kë kriminela. Kur je I sinqert, je I drejt, nuk I qka me mshef, po edhe nuk I qka me lyp në debate të do kriminal, për shembull që ju intereson veç parja. Edhe për qëtë fjalim që ka mojt në televizionin TV1, TV është shtra I televizionin, unë e abdorën edhe I përkullën një njerit që është I drejt për zdrejt. Nuk janin a hup vota, a nuk hup, po e thet aton shka ka në shpirt, thet unë e sot jam gjallë, thet nuk shkoj të termal kriminali, e të lirim kriminali. Ky ju thet direkt, nuk janin a hup Mitrovicën, a se hup, ne hup këfi të naj tjetri. Po fjallët e tina që I thet kë, mu më lanë shumë për shtypje se pak deputet ka që mujnë me thonë që të fjallë. Na për televizione, na për shkrimet e tyne në Facebook, në YouTube, ku do, në TikTok, çdo kun që ka mundësi. Unë për veti, jashtë rinj dorën, e tham, Albini është një, Faton Peci është nëmër 2. Gjëna për juve, shpionat, që jeni dalë kundra Faton Pecit, se prej me, unë ka binë se është një adhëtar që e donë Kosovën, e donë vendin e vetë, e donë Mitrovicën, e donë krejt Kosovën. Ama këta hajna tjerë, me nërë me thonë, I port sha, pe dini kun. Po, nejse. Po e përshëndese ka lëni mirë, se sa do shkoa mirë, dola, thash hajt pak edhe t'hece edhe pak artë pastër, edhe ta baj një video të natyrë, se unë jam pak special, edhe ne kam qef natyrën, kam qef në malin, kam qef tash në ndrimi sezonit, vjeshta, gjethet po bin, një pami është në Mahnice, kur e shef rreth e rrotull vetës çfarë veni është. Po edhe ka pak më marrë me politik, nuk ka dertë, se është normale edhe. Tash na shqiptarje, na pa marrë me politik s'muna, e kem në gjak to, s'unë rrina. Ju përshëndes krejve, e kaloni bukur deri në video në ardhshme.